Shërbimi zjarfikës i Gjirokastrës ka hartuar një plan masash për përballlimin e situatave të zjarrit gjatë sezonit veror, një periudhë e cila shoqërohet shpesh me rrezikshmëri të lartë për përhapjen e flakëve, veçanërisht në zonat me kullota dhe pyje. Shefi i shërbimit zjarfikës Gramoz Llapi në një prononcim për RTS bëri të ditur se janë intensifikuar stërvitjet dhe angazhimet praktike të strukturave zjarfikëse me qëllim ndërhyrje në kohë dhe minimizimin e pasojave. Kemi bërë një plan masash ku do të ketë një pjesë të shërbimit zjarfikës që do të merren me kontrata përkohshme, të cilët do të jenë në terren, do të jenë sinjalizues, po do të marrin pjesë edhe në shuarjen e zjarrit, do të trajnohen nga ana jonë. Po kështu kemi edhe shërbime vullnetar që kryesisht janë punonjës të bashkisë që do të trajnohen dhe vazhdojnë trajnohen për marrje pjesë në shuarjen e zjarreve. Janë të gjitha mjetet zjarfikëse në gatishmëri, edhe mjetet mbështetëse, po ashtu edhe mjetet për shuarjen e zjarrit. Llapi drejtoi gjithashtu një apel blegtorëve dhe banorëve të zonave rurale për të treguar kujdes të shtuar gjatë punimit në natyrë dhe përdorimit të zjarrit në ambiente të hapura, duke kërkuar bashkëpunim të ngushtë me autoritetet për të shmangur dëmet nga flakët. Me policinë e shtetit kemi një bashkëpunim shumë të mirë, gjë të cilën do bëm të qartë blegtorëve dhe gjithë kryepleqve, që në rast të zjarri me policinë e shtetit kemi një akt marrëveshje që do të na mbështesi në çdo vepër penale që do të ketë, do në zjarrvënie të qëllimshme. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2024, qarku i Gjirokastrës është shpërballur gjithsejt me 135 raste zjarri, të shpërndara në kategori të ndryshme, 10 zjarre në objekte banimi, 11 në ambiente si magazina, salla e të tjerë, 14 në mjete transporti, 96 në pyje dhe kullota, 3 në mbeturina, 1 në objekt didaktik. Autoritetet lokale janë në gatishmëri dhe u bëjnë thirrje qytetarëve që të raportojnë menjëherë çdo rast zjarri pranë shërbimit zjarfikës.